Shtëpia botuese, dituria islame. Që nga viti 1957, ajo ka qenë një dritë e dijes, kulturës dhe vlerave shpirtërore në hapësirën shqiptare. Në kuadër të kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës, dituria islame ka botuar për dekada vepra nga fusha e teologjisë, kulturës islame, historisë, trashëgimisë dhe qytetërimit. Krahas tyre, ajo ka sjell edhe botime nga letërsia, gjuhësia dhe fusha të tjera të dijes, duke pasuruar bibliotekën shqiptare me vepra me vlerë. Në panairin e 26 të librit Prishtina 2026, prezantoj me krenari botimet tona më të njohura, të cilat kanë lënë gjurmë në breza lexuesish. Këtë vit sjellim edhe 30 tituj të rinj, të botuar që nga panairi i kaluar, me tema të larmishme për fëmijë, të rinj, student, studiues dhe të gjithë dashamirët e librit. Nga botimet edukative e mësimore deri tek veprat akademike e shkencore, dituria islame mbetet e përkushtuar në shërbim të dijes dhe kulturës. Ju ftojmë të vizitoni stendën tonë në panairin e librit, nga 17 deri më 21 qershor, në Pallatin e Rinisë në Prishtinë. Sepse dia ndriçon. Shtëpia botuese, dituria islame. Traditë, dije, vlerë, qytetërim, vizion.